Atletika shqiptare ka startuar aktivitetet për vitin 2026 me kampionatin individual dimëror që u mbajt në stadiumin Elbasan Arena, një aktivitet në të cilin morën pjesë afro 200 sportistë, meshkuj dhe femra, me 12 skuadra pjesëmarrëse nga i gjithë vendi. Presidenti i FSHF-s Izmir Smajlaj foli më konkretisht rreth këtyre garave, ndërsa i cilësoi si një test i mirë për aktivitetet ndërkombëtare që i presin në vazhdim. Atëherë sot hapim siparën e sezonit 2026 me kampionatin dimëror. Kemi rreth 200 atlet nga të gjitha ekipet. Presim rezultate shumë mira, veçanërisht nga Franco Buraj, po ashtu edhe nga Brezi i ri, që është një brez shumë i talentuar që po rritet. Pa diskutim, kjo është një test ku tanë atlet konkurrojnë midis një tjetrit. Po ashtu sot mas këtij aktivitetit përcaktohet dhe ekipi kombëtar që do shkojnë në kampionatin ballkanik në Beograd. Sidomos i herë këtë vit kena një vit shumë gjeshur në kalendarik, ku vazhdojmë me kampionatin ballkanik, kampionatin botëror që do zhvillohet në Poloni, ku pjesëmarrës do jetë Franco Buraj. Po ashtu kemi lojrat europiane që do zhvillohen në Monaco, kampionatin europian që do zhvillohet në Birmingham dhe lojrat mesatare. Në fund Smajlaj zbuloi edhe një risi siç është afrimi i një atleti nga Greqia. Atëherë para javës kemi marrë një atlet elitar, faktikisht është nga Elbasani, por linë rrit në Greqi, Marko Lomema, me rezultat 75 metra në hedhjen e çekiçit, ku besoj ne si federat do përfaqësojmë në mënyrën më dinjitoze të mundshme. Në planin individual spikatën disa nga emrat më të njohur të pistës dhe fushës, Franco Buraj i Vllaznisë me 1070 pikë, u shpall sportisti më i mirë i kampionatit, duke konfirmuar formën e tij të shkëlqyer, ndërkohë te femra titulli i sportistes më të mirë shkoi për Relaksa Dautin e Tiranës, e cila grumbulloi 999 pikë.